Pasdite takohen Mickoski dhe Talavari. Mickoski tha se Talavari ka dy zgjidhje, me ne ose me ata. Talavari nuk pret diçka të veçantë nga ky takim. Barometri organizatës Transparency International e ka futur në kategorinë e turbullt për fshirjen e dyshuar në korrupsion të kryetarës së Komisionit Antikorrupsion. Qyteti i Shkupit mohon se është kompetent për rregullimin e gropave në rrugën për në Matk. Kabineti i kryeministrit në Izrael miraton planin për pushtimin e plot të Gazës. Të nderuar shikues, përshëndetje. Kohëve të fundit është folur vazhdimisht nëse ministri i Shëndetësisë Arben Taravari do ta lëshojë qeverinë pas largimit të tij nga koalicioni Vlen. Kjo pritet të bëhet e qartë pas takimit që do të mbahet sot ndërmjet Mickoskit dhe Talavarit. Mickoski tha se me ose pa Talavarin, qeveria është stabile dhe me shumicë të madhe. Një vit më parë para zgjedhjeve parlamentare i shtrënguan duart në Selinë e Vlenit. Ndërsa sot, një vit më vonë, pritet të shihet se çfarë do të ndodhë mes kryeministrit e Kristian Mickoski dhe kreu të ASH-s Arben Taravari, se a do të gjejnë forcë për t'i shtrënguar duart përsëri, apo do t'i ndajnë në rrugët duke përshëndetur njëri tjetrin. Pasi këtë të fundit, pritet të takohen sot në orën 17 në qeveri për të diskutuar për situatën aktuale politike. Megjithatë, pavarësisht vendimit të Taravarit, Mickoski tha se me ose pa Taravarin, qeveria është stabile, e fortë dhe me shumicë të madhe. Duke folur për takimin, i pari qeverisë sqaroi se para Arben Taravarit janë dy zgjidhje. Njëra është, siç tha, kjo qeveri e cila ofron reforma dhe ndryshime, ndërsa opsioni i dytë sipas kreut të qeverisë është ai që me vite e ka kriminalizuar shtetin dhe ka shkatruar institucionet, duke shtuar se nuk ka opsion të tretë dhe se kjo është zgjidhja, ndërsa tha se dëshiron të dëgjoj edhe nga Taravari se cili opsion është më i mirë për të. Si person kam mendim pozitiv, por në politik fytyra është diçka që o e ke ose nuk e ke, ose mban fjalën ose nuk e mban. Në rastin e tij, të paktën 3 herë kam treguar se mbaj fjalën dhe në momente kur ndoshta ka patur dilema në kuadër të udhëheqësisë së partisë. Lojrat prapa perdeve janë të lexueshme dhe let identifikohen. Zakonisht, ju bien në kokë atyre që i bëjnë. Askënd në jetë nuk e kam lutur dhe nuk e kam ndërmend ta lus. Me ose pa Taravarin, qeveria është stabile me shumicë të madhe. Ndërkaq, kreu i ASH-s Arben Taravari në këtë takim nuk pret diçka të veçantë. Ai tha se janë në komunikim të vazhdueshëm dhe se gjatë këtij takimi do të sqaron disa çështje që Mickoski i ka të paqarta. Komunikim të vazhdueshëm, kështu që nuk pret diçka të veçantë. Ne i kemi thënë qëndrimet tona, jemi parti autonome, i sjellim vendimet vet. Do t'i sqarojmë disa punë që mendoj se mundësia i ka të paqarta, definitivisht Alianca për Shqiptarët del me lista të veçanta, për këshilltar kurse për kandidat për kryetar komunash, me shumë gjasa do të ketë kandidatët e vet. Taravari foli edhe për Vlenin, për të cilët tha se servilosen dhe duan me çdo kusht të jenë në qeveri dhe tha se dera me ta është e mbyllur, ndërsa sa i përket ndonjë bashkëpunimi me BD-n, Taravari deklaroi se nëse eventualisht vendosin për një gjë të tillë, ata nuk do të jenë më pjesë e qeverisë. Organizata Transparency International ka publikuar raportin e përmuajshëm ku janë angazhuar ngjarjet më të turbullta dhe të qarta të korrupsionit. Përfshirja e kryetares aktuale të antikorrupsionit Tatiana Dimitrovska në hetimin për rastin Aditiv ka kthyer këtë komision në një fillim të ri, thuhet në raport. Në raport përmendet edhe rasti i marrjes së mitos për falsifikimin e dokumenteve për marrjen e pensionit invalidor. Në kohën kur besimi në organet e drejtësisë është shumë i ulët, Komisioni Shtetëror për Parandalim të Korrupsionit gjatë përbërjes së kaluar konsiderohej një lloj pike e ndritshme në luftën kundër korrupsionit. Megjithatë, përfshirja e kryetares aktuale të antikorrupsionit Tatiana Dimitrovska në hetimin për rastin Aditiv ka kthyer këtë komision në një fillim të ri, thuhet në raportin mujor të organizatës Transparency International, ku janë përfshirë ngjarjet më të turbullta dhe të qarta të korrupsionit. Në raport përmendet edhe
rasti i marrjes së mitos për falsifikimin e dokumenteve për marrjen e pensionit invalidor dhe për përkujdesje për person tjetër, ku në krye të skemës ishte ish drejtoresha e klinikës për vesh, hund dhe fyt në Shkup. Ajo kishte formuar 2 grupe kriminele të cilët kanë marrë mito dhe në këmbim, kanë falsifikuar dokument mjekësor dhe kanë kryer procedurat për sigurinë e të drejtave sociale. Në skemën kanë qenë të kyqur mjek nga klinika për vesh, hund dhe fyt, neurologji, Spitali i Përgjithshëm i Velesit, psikiatris, por edhe një person i kualifikuar, antar të komisionit për vlerësim të aftësisë së punës, avokat, por edhe zyrtar të tjerë. Procedura për realizimin e të drejtës për përkujdesje për person tjetër zhvillohej përmes Velesit. Kërkuesit e kësaj të drejte jepnin rishfet të mjekët am nga ky qytet. Në mesin e ngjarjeve më të turbullta të korrupsionit është edhe drejtori i geriatrisë, i cili u kap nga policia derisa merrte 20.000 euro mito për të pranuar në spital një person të palëvizshëm, si dhe rasti i truprojës së kryeministrit Hristian Mickoski, i cili tentoi që të shiste informacione sekrete. Inspektori i arrestuar nga sigurimi personal i Mickoskit ka tentuar të shes dokumente të klasifikuara për 50.000 euro. I dyshuari Angel Samarakov, inspektori pavarur dhe pjesëtari i njësisë për sigurimin personal të kryeministrit Hristian Mickoski, është kapur në parkingun përpara një hoteli në Veles gjatë përpjekjes për të shitur dokumente të klasifikuara për shumën prej 50.000 euro, njoftoi prokuroria publike. Ndërkaq në mesin e ngjarjeve të qarta është theksuar rasti me hetimin e hapur të prokurorisë për mungesën e 7.3 milion eurove në Agjencinë për Menaxhimin e Pronës së Konfiskuar, si dhe kallëzimi penal i ngritur nga prokuroria ndaj 10 zyrtarëve policor nga Koçani dhe Shtipi në lidhje me tragjedinë në Koçan. Kreu i qeverisë tha se do të takohet me familjarë të viktimave të tragjedisë në Koçan. Mickoski ka shtuar se do të përpiqen që të zgjidhin problemet që janë krijuar. Ai ka thënë se është i vetëdijshëm se do të ketë struktura të tilla politike që me shumë mundësi do të përpiqen të fitojnë pikë politike nga tragjedia e këtyre njerëzve. Kryeministri Hristian Mickoski ka deklaruar se ai personalisht do të takohet me prindërit e të vdekurve dhe të lënduarve nga tragjedia në Koçan, duke u përgjigjur në pyetjen sa do të ndihmojë qeveria familjet e prekura nga kjo tragjedi. Do të bëj gjithçka që mundem dhe do të flas personalisht si me prindërit e të lënduarve, ashtu edhe me ata që humbën tragjikisht të dashurit e tyre. E gjithë Maqedonia ende po vuan dhe kjo nuk do të jetë një dhimbje që do të mbarojë ndonjëherë, por ne duhet të përballojmë atë dhe të zgjidhim gjërat. Ato nuk mund të zgjidhen vetë. Jam i vetëdijshëm se do të ketë struktura të tilla politike që me shumë mundësi do të përpiqen të fitojnë pikë politike nga tragjedia e këtyre njerëzve, por kjo është gjithashtu pjesë e jetës sonë. Lidhur me akuzat e opozitës se po zhvillohet një hetim selektiv, Mickoski tha se hetimi po zhvillohet nga prokuroria dhe se ai as nuk ka kontaktuar dhe nuk ka komunikuar me asnjë prokuror. Kjo pyetje duhet të drejtohet prokurorisë, sepse hetimin po udhëheq prokuroria, jo qeveria, jo unë. Ne nëpërmjet Ministrisë së Punëve të Brendshme veprojmë sipas kërkesës së prokurorisë publike. Kërkesa e prokurorisë drejtuar Ministrisë së Brendshme është përmbushur në atë moment. Nuk do të ndërhyj në hetim, as nuk kam telefonuar askënd dhe as nuk kam komunikuar me askënd nga prokuroria, me qëllim që të mos rezultojë se kryeministri po ushtron presion mbi hetimin. Mickoski u bëri thirrje të gjithë përfaqësuesve politik që të mos ndërhyjnë dhe t'i lënë gjykatësit dhe prokurorët të kryejnë punët e tyre. Ministria e Punëve të Brendshme informoi se të shtunën në Koçan janë arrestuar 5 persona, bëhet fjalë për personat me inicialet MC 21 vjeç nga fshati Obleshev, rajoni Koçanit, SM 26 nga fshati Qeshinov, rajoni Koçanit, AR 26 nga Koçani, NM 20 po ashtu nga Koçani dhe DM 19 po nga ky qytet. Nga Ministria e Brendshme thonë se gjatë bastisjeve në shtëpitë e MC dhe SM në Obleshev dhe Qeshinov të kryer me urdhër gjykate u gjet dhe u sekuestrua marihuanë. Ndërsa oficerët e policisë nga Departamenti Rajonal i Policisë Koçanit tek NM dhe DM gjetën dhe sekuestruan marihuanë, të cilën e kishin blerë me më parë nga AR. Gjithashtu u kryen kontrolle në shtëpinë e AR dhe NM me urdhër gjykate. Pas dokumentimit të plotë të rasteve, Departamenti i Policisë Koçanit do të paraqesë raporte përkatëse, thonë nga Ministria e Brendshme.
Në kampusin e Universitetit Europës Juglindore në Shkup organizua edicioni i parë i CU Hack Skopje, një hackathon 48 orësh iniciuar nga komuniteti në 4 orë. Pjesëmarrësit prezantuan një gamë të gjerë zgjidhjesh kreative, nga aplikacione që përdorin inteligjencën artificiale deri te zgjidhje që përmirësojnë përvojën e përdoruesve në jetën e përditshme. Nga data 2 deri më 4 maj 2025, kampusi i Universitetit të Europës Juglindore në Shkup u shndërrua në një qendër të gjallë të inovacionit digjital me organizimin e edicionit të parë të CU Hack Skopje, një hackathon 48 orësh i iniciuar nga komuniteti në 4 orë. Ngjarja mblodhi 18 ekipe dhe mbi 50 pjesëmarrës, të rinj nga Shkupi dhe qytete të tjera të Maqedonisë së Veriut, përfshir jo vetëm studentë universitar, por edhe të rinj të apasionuar pas teknologjisë, zhvillimit të softwareit dhe zgjidhjeve digjitale. Qëllimi i hackathonit ishte të ofrojë një platformë praktike për bashkëpunim dhe zhvillim të shpejtë të ideve teknologjike që adresojnë sfida reale në fusha të ndryshme. Ky event, tema ishte Manual to Magic. Bëm pjesë, inkuadrohet në pjesën e Week of AI që në organizohet nga ana jonë gjatë rjavës. Ideja ishte që pjesëmarrësit t'i kthejnë idetë e tyre dhe projektet e tyre në kod real nëpërmjet inteligjencës artificiale dhe të mund të krijojnë produkte që kanë impakt real në shoqërinë tonë dhe të mund të kenë një qasje ndryshe në biznes, ku dhe të mund të krijojnë startupe nga këto idea. Ishte një weekend interesant, 48 orë, dikush mbeti pa gjumë, kishim mentor prej fushave të ndryshme, të cilët ndihmuan secilit participant me pyetjet që i kishin. Eventi kulminoi me një pitch competition ku juria zgjodhi fituesit dhe idetë më të mira. Shpresojmë që në të ardhmen të kemi sa më shumë kështu evente në Shkup dhe në Gjerë, dhe të mund të kthejmë idetë e rinisë në startupe që të mund të kenë impakt në jetën tonë të përditshme. Pjesëmarrësit prezantuan një gamë të gjerë zgjedhjesh kreative, nga aplikacione që përdoren inteligjencën artificiale deri tek zgjidhja që përmirësojnë përvojën e përdoruesve në jetën e përditshme. Në fund të ngjarjes, juria përzgjodhi 3 projekte më të spikatura: The AI Interviewer, një platformë që stimulon intervista pune përmes AI, duke ndihmuar përdoruesit të përgatiten dhe të vetvlerësohen më mirë për tregun e punës. Virtual Try Glasses, një aplikacion që mundëson promovimin virtual të syzeve përmes kamerës së pajisjes, duke i ndihmuar përdoruesit të bëjnë zgjidhje më të informuara pa pasur nevojë të jenë fizikisht në dyqan. Student Money Management App, një aplikacion që mbështet të rinjt në menaxhimin e financave personale, duke ofruar analiza të shpenzimeve përmes inteligjencës artificiale dhe duke ndihmuar përdoruesit të kuptojnë më mirë sjelljet e tyre financiare. CU Hack 2025 përbën një prej pikave kulmore të aktiviteteve të planifikuara për këtë vit nga në 4 orë, një nismë e cila synon të ndërtojë një komunitet aktiv të ndërtuesve lokal, duke i mbështetur ata me hapësira, mundësi dhe platforma për të eksperimentuar dhe bashkëpunuar. Ky hackathon është vetëm një pjesë e agjendës më të gjerë të në 4 orit, që përfshin gjithashtu programe si Tech Talks, Brain Share, sezonin e 3 të podcastit në 4 orë dhe iniciativa të tjera që synojnë forcimin e kulturës teknologjike dhe sipërmarrësve në vend. Qyteti i Shkupit ka mohuar pretendimet se kanë hise në kompetencat për infrastrukturën që çon në Matk. Rruga që çon deri në Matk është në kompetencë të komunës së Sarajit, njoftoi qyteti i Shkupit për televizionin Shenja. Ndërkohë kryetari i Sarajit ka deklaruar se në disa segmente të kësaj rruge komuna e Sarajit nuk është kompetentja vetme dhe është e varur nga disa institucione tjera. Gropat në rrugën e Matkës si duke do të vazhdojnë edhe gjatë kohë të mos sanohen, kjo përfajt e institucioneve të cilët nuk dëshirojnë të marrin përgjegjësinë që u takon për të sanuar defektet e kësaj rruge, shumë të frekuentuar edhe nga turistët. Në pyetjen e televizionit Shenja nëse janë kompetent dhe nëse do të marrin ndonjë mas për sanimin e gropave, nga qyteti i Shkupit thonë se përgjegjës për gjendjen e rrugës është vetë komuna e Sarajit. Në lidhje me pyetjen tuaj, ju njoftojmë se rruga që çon deri në Matk është në kompetencë të komunës së Sarajit. Për këtë ju kërkojmë që të drejtoheni tek institucionet përgjegjëse. Por se ingerencat janë të përzijera dhe se komuna e Sarajit në disa segmente nuk është e mbetësishme, e tha dje për televizionin Shenja kreu i Sarajit Ilyas Veseli. Veseli tha se është i njoftuar për problemet me rrugën në Matk, por sipas tij, përzierja e ingerencave është një problematik që paraqet pengesë dhe ndalon veprimin e plotë të komunës së Sarajit në këtë drejtim.
Ajo pjesë e rrugës jemi të njoftuar, me thonë, për grupët e cilat janë në atë pjesë, bëjmë përpjekje, me thonë, vazhdimisht që ta rehabilitojmë apo ta rekonstruojmë atë rrugë, mirë po siç e dini që komuna e Sarajit në disa segmente nuk është e mëvetësishme, ndoshta është e varur prej disa institucioneve tjera, mirë po ne si komunë mundohemi që së paku që ato grupe, ato pengesat e cilat janë ti rregullojmë. Në prononcimin e tij për televizionin Shenja, Veseli mbeti me shpresë që qeveria ta aprovoj projektet me të cilat komuna e Sarajit ka aplikuar në thirrjen e dytë, qeveria për komunat, me të vetmin qëllim që mjetet buxhetore të komunës të kanalizohen në rregullimin e problemeve tjera, siç është edhe problemi i matkës. Kujtojmë veprimin e institucioneve në matkë, e kufizon edhe fakti se kjo zonë është shpallur, zonë mbrojtur dhe se fushveprimi është shumë i kufizuar. Komisioni Rregullatori i Energjetikës ka vendosur që nga mesnata të ulë çmimet e derivateve të naftës. Sipas vendimit të komisionit, çmimi me pakicë i dizelit ulet për 1 denar, ndërsa çmimet me pakicë benzinave 95 dhe 98 dhe vajt ekstra të lehtë për anëvisri ulen për 0.5 denar. Kështu nga mesnata, benzina 95 do të shitet për 73 denar për litër, benzina 98 75 denar, dizeli do të kushtoj 65 denar, po ashtu edhe vaj ekstra i lehtë për anëvisri 65 denar. Vazhdojmë me lajmet. Lëvizja vetëvendosje, në fakt lideri i kësaj lëvizje njëherë është kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka shkruar një letër kreut të Lidhjes Demokratike të Kosovës, përmes së cilës e ka ftuar për marrëveshje politike mes dy partive. Kurti ka ftuar Lumir Abdigjikun që vetëvendosja dhe LDK-ja të bëjnë koalicion qeverisës, i cili do t'i hapte rrugë zhvillokimit të kuvendit të Kosovës dhe formimit të qeverisë së re të Kosovës. Jam interesuar dhe i vullnetshëm për marrëveshje politike me LDK-n, ka shkruar Kurti në letrën e tij. Kurti ka thënë Abdigjiku se koalicionet bëhen pikërisht ndërmjet atyre që kanë dallime, teksa ka shkruar se ka bindjen që votuesit e LDK-s sot e preferojnë më shumti koalicionin me vetëvendosjen. Kryetari i LDK-s Abdigjiku ka thënë se së pari ta shoh letrën do t'jap një përgjigje, të hënën për të 11 herë me radhë. Deputetët e Kuvendit Kosovës dështuan ta konstituojnë përbërjen e 9 parlamentare të dalë nga zgjedhjet e shkurtit. Nën presidenti i Federatës Bosnjë-Hercegovinës Igor Stojanović njoftoi më 5 maj se ka dorëzuar padin zyrën e prokurorit të Bosnjë-Hercegovinës kundër presidentit të entitetit Republika Srpska Milorad Dodik mbi dyshimet se ka kryer veprën penale për të nxitjes urrëties kombëtare, racore dhe fetare. Stojanović tha në një postim në Facebook se Dodik ka bërë deklarata gjatë paraqitjeve publike të cilat fyen dinjitetin e bosnjakëve dhe shkelën të drejtën e fesë dhe kulturës dhe liritë themelore që garantojnë nga kushtetuta dhe drejta ndërkombëtare. Duke e folur për para gazetarëve më 29 prill pas një takimi të koalicionit qeverisës në Republikën Srpska, Dodik prezantoi tezën që zgjidhja për Bosnjë-Hercegovinën është që bosnjakët të kthehen në fenë e paraardhësve të tyre, që Bosnjë-Hercegovina të jetë me shumicë serbe. Dodik është në kërkim nga gjykata e Bosnjë-Hercegovinës dhe nga zyra e prokurorit të Bosnjë-Hercegovinës për shkak se ai po refuzon të përgjigjet për marrjen në pyetje për sulm ndaj rendit kushtetues të vendit. Vazhdojmë më tej me lajmet nga bota. Izraeli jo vetëm që nuk ka ndërmend të ndalet me ofenzivën e vet ushtarake në rripin e Gazës, por planifikon ta zgjerojë atë. Kabineti i ministrave të vendosur në mënyrë unanime për të zgjeruar operacionet ushtarake në Gaza, duke përfshirë pushtimin e gjithë territorit palestinez. Jo vetëm kaq, por synon që popullsia të zhvendoset në jug të vendit me qëllim mbrojtjen e tyre. Kryeministri Benjamin Netanyahu vazhdon të promovojë një propozim president amerikan Donald Trump për largimin e vullnetar të banorëve të Gazës
Gazës në vende si Jordania ose Egjipti, që kur janë pushim midis Izraelit dhe Hamasit u prish në mesin e marsit, Izraeli ka marrë kontrollin afërsisht 50% të territorit Gazës. Numri i palestinezëve të vrarë në sulmet e Izraelit në rribin e Gazës që nga 7 tetori 2023 është rritur në 52.535. Presidenti i Maldiveve, Mohamed Muizu, ka qëndruar për plot 14 orë 54 minuta duke u përgjigjur pyetjeve të gazetarëve në atë që zyra e tij e cilëson si konferencën më të gjatë për shtyp në historinë e udhëheqësit shtetëror. Konferenca që nisi në orën 10 të mëngjesit dhe zgjati përtej mesnatës, synonte të shënonte edhe ditën botërore të lirisë së shtypit, duke dhënë një mesazh të fortë për rëndësinë e dialogut të hapur me mediat. Zyra e presidentit theksoi se Muizu nuk shmangu asnjë temë dhe u përgjigj pyetjeve në mënyrë të pandërprerë me vetëm disa pushime të shkurtra gjatë sesionit maraton. Me këtë veprim, presidenti 46 vjeçar pretendon të ketë thyer rekordin e mëparshëm të Vladimir Zelenskit, i cili në vitin 2019 mbajti një konferencë 14 orëshe, një rekord që atëherë kishte rrëzuar edhe rekordin 7 orësh i liderit bielorus Aleksandar Lukashenko. Ishte kjo tëra për këtë edicion të lajmeve të ndëruar shikues. Faleminderit që na ndoqët dhe miru takofshim sërish në orat 18:55. Mirëmbëjtje deri atëherë.